Po, tema 114, lutja që bën muslimani kur dikush e lavdron. Kjo pra është duaja që e bën muslimani kur dikush e lavdron në sy. E me lavdru mas sysh. A e bën që dua? Urdhna? Jo, thot dikush, filonit ka lavdru. Edhe kështu e bën. Amo ajo çka është praktike është në syt njerëzve. Thot dikush filonit tani ti çka thu? Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yadhunnun. Këta e kanë bërë sahabët. Që dua e kanë bërë sahabët. O Zot, o Allah, mos më dëno për lavdrimet që më bëjnë. Mi fal gjënoat që ata nuk i dinë, më bëj më të mirë se sa që ata mendojnë. Shumë dua e mirë. Secila prej tyre fjalëve ka një kuptim shumë të bukur. Allahumma ij'alni khayran, Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun. O Zot, mos më dëno për ata që folën. Ka mos i dikush thotë, filoni kështu. O Zot, unë s'jam kështu. Po këto po mendojnë kështu. E mos më bëu se beb që kjo që unë pastaj më mhi vetjan hoj, e më marr dënimin për Allah. Me trut Allahi prej krenaris, prej asaj knasis, asaj shmon, asaj na paraqitjes të vetës faktikisht. Kjo është shumë e rëndësishme. E dyta, waghfir li ma la ya'lamun. Kjo është shumë e rëndësishme. O Zot, falë mu për atë që ata nuk e dinë. Ty të livdon dikush atë ka po, a më mrena kur se din shaki. Ajo që ka e njeh njëri vetën është më e madhe se ata që ka e shohin njerëzit. Belil insanu ala nafsihi basira, walau alqa ma'adhira. Thot Allahu në Kur'an, njeriu mas miri e njeh vetën e vet. Edhe pse mundohet më arsyetu. Ai që mundohet më arsyetu me diçka, jo e kum pas për qëllim kështu, jo e kum pas gjendje kështu, jo. Kur t'ja nisin me fol vetëm me vetë çka thot? Se dibe, a ka arsye ajo. Sa e din vetën e vet. E të tash ku të livdojnë dikush të ka po, tu fal, ose kështu, ose ashtu, amo, a e din ai komplet gjendjen tonë dhe se din. Andaj shahut Allah, waghfir li ma la ya'lamun, fal për atë që ata nuk e din. E kjo është shumë e rëndësishme. Për këtë arsye, mu mënu muslimani sa herë, kanë thonë dietarët, mu mënue gjendja ati e brendshme, me qenë më e mirë se gjendja ati e jashtme. Kjo është shumë e rëndë. Ta shtirë dikush e muslimanëve që e mri. Në kohën e pejgamberit ka pas shumë sahabi që e kanë mri. Në kohën e muslimanëve përgjithësi, me pas dikush gjendjen e tij të brendshme më të mirë se të jashtme, është shumë vështirë. Po me pas gjendjen e tij e dyta të brendshme sikur të jashtmën, është mirë. Tani është mirë. Pa ti në rrugë drejtë, je shumë mirë. E ajo që është të shumica e jonë, Zoti na falt, është që na friksohemi që gjendjen tonë brendshme e kena më keq se atë që e kena të jashtme. Për fat keq. E kjo është ajo, domthonë ajo që na lutmi Zotin me na falë tash ka na e dim vetën tonë, sepse e që njerëzit nuk e dinë. Waj'alni khayran mimma yadhunnun. Dhe më bë mu më të mirë se sa që ata mendojnë. Me lut Zotin me ta shtu bereqetin, me ta shtu hajrin, me ta shtu të mirën vetë tonë më shumë se ata se që mendojnë ata. O filoni kështu, o Zot bano më të mirë se sa që mendojnë ata. Edhe kjo është pozitiviteti që e kiti në jetën tonë. Ato po bëjnë dua musliman, po mendojnë që ti je i mirë, ti pelu Zotin, hala më i mirë më kon. Edhe po ky kur ta bëj çit dua, ti në vetën tonë ki qef tani, mu angazhu që me mujt me mri çat pozit. Kur e bën që dua, edhe kujtohet që kjo dua, thu me mri më radhon që të pozit. Edhe një nën pyetje, edhe pe përfundojmë inshallah. Nëse të livdon dikush, edhe fol mirë për ty, a lejohet më gëzu? Po. Pse lejohet? Ku ki argument? Po, çysh u gëzu? E sakt është. Përgjigjen e kitë sakt. Mashallah. Edhe pejgamberi më ka thonë, kur muslimani e lavdrohet për diçka që i vjen këtë dynjë, për punëve të mira që ai ka bëu,
ka thonën tilke ajiletu bushra al-mu'min. Kjo është përgëzimi i shpejt i besimtarit. Përgëzimi i dunjos, kurse përgëzimin kryesor e merr në ahiret. Ama Allahu ka desh me përgëzu edhe në këtë dunjë. Vepra e tij më përmend ai u mundu me bu për Allah, s'u mundu me bu për dikant tjetër. Kjo është ajo pika kryesore. Po e ka bu për Allah, po tani dikush e ka po dhe e ka qit, e ka lavdru. Kjo gëzu. Kjo është gëzimi i parë. Kjo është gëzimi i parë. Gëzimi i dytë është kur dalim para Allahut. Që gëzimi i parë ka marrë në dunjë. Allah ja ka thue vet, ky s'ka dish me marr. Allah ja ka thue. Pastaj në ditën e gjykimit është ai gëzimi kryesor. Kurse ajo rasti që përmeni vllau është rasti i Ibrahimit alayhis salam që e ka lut Zotin, ka thonë wa ja'alli lisana sidqin fil akhirin. O Zot, bëj mu që njerëzit tjerë më përmend me fjalë të mira. E ka lut Zotin që njerëzit tjerë më përmend mirë me fjalë të mira. Dietar thonë Ibrahimi alayhis salam nuk e ka lut Zotin, nuk ka desh me këta që me thonë o Zot, une çka do që i baj ta marr atfar që ta çes ndrit sa më shumë që njerëzit me po, s'kon ke qëllimi Ibrahimit. Ibrahimi nuk i ka bëu për njerëz. I ka bëu për Allahun, po e ka lut Zotin që më ia mundsu, që pastaj çikjo vepra që e bën për Allahun me hec, me shku, më shpërndate në tokë te njerëzit që njerëzit më thonë Allahu e shpërbleft Ibrahimin që u bë sebeb për çet punë. Edhe me përmend për fjalë domthon sakta dhe fjalë të mira, veprat që ai ka bëu. Andaj lejohet mu gëzu muslimani, lejohet mu gëzu, mirë po nuk lejohet, është ndaluar, është kundërshtim me sinqeritetin, nëse munohet me shpëlu veprën e tij të mirë për me pa tjertë. Kam thonë dietarët vetëm në një rast. Vetëm në një rast nëse veprën që don me shpëlu është sebeb për me uzu tjertë. Për shembull ka njerëz që s'din çka sadaka, edhe ti për më ia shpjegoj o vëlla. Po unë s'kam parë, po asun beska. Për shembull, veç për bashkë si shembull, ti soi me rrogën e marr çikash, po unë e marr çikash, po ka mos 100 frank më dhon. Ti ke kallzu veprën këtë rast. Po e ke kallzu për mi kallzu atina, për më uzu ai që shmunot më dhon sikur ti. Jo që ke desh ti më livdu, kurse më thonë, unë valla i dhash çtoe, po jep çtoe, e kjo tani është ajo që është ndaluar. Kjo është sa i përket kësaj teme, e Zotin që të na shtoj dijen e dobishme, veprat e qëllume dhe të na ruaj nga syfasia, nga smundjet e zemrës dhe nga çdo gjë që dëmton imanin ton dhe udhtimin ton për te Allahu. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.